Ytaçi, më premto vetëm këtë gjë. Kujdesu për Sasukën, të lutem. Më thuaj përse më zgjodhe mua? Përse më kusheve mua, Ytaçi? I duhet më kishe vrarë mua. Së bashku me prindrit tanë, por ama ti nuk e bëre këtë gjë. Përse më le vetëm mua? Sepse ti nuk di asgjë. Nuk e përse të më falësh më, dhe pavarësisht se çfarë do të bësh më pas, mos e haro këtë. Unë do të dua gjithmonë. Ti je vëlla im i dashur. Ytaçi vrau miqtë e tij, e prorët e tij, njeriu që donte, babain dhe nënën e tij. Por nuk arriti të vriste vëllaçkon e tij. I njëjti njeri që derdhi lot gjaku dhe mbyti çfarë do llongjenje për të vrarë shokët e tij për të mirën e fshatit, nuk arriti të vriste ty. Për të jeta jote ishte më e çmuar se vetë fshati.